Sot Këshilli Drejtues i Aleancës ka marrë vendim të parë për pezullimin e procesit në brendshëm të zgjedhjeve, siç e dini ne kemi filluar këtë proces. Mirë po meqense se do të kemi zgjedhje nacionale, datën nuk e dim, po do t'i kemi. Atëherë ka qenë imperativ që ne këtë proces ta pezullojmë bazë statutit ton, edhe ta rifillojmë me njëherë pas zgjedhjeve nacionale një afat sa më të shkurtë që të jetë e mundshme. Në anën tjetër, i kemi kriju edhe ekipet për zgjedhjet, cilat janë prap obligimet tona statutare dhe politike, si shtabin zgjedhor dhe miratimin e autorizimeve për listë dhe për gjithçka që e pret Aleancën në këto zgjedhje. Ne mendojmë se këto zgjedhje munden me qenë edhe shans e madhe për Kosovën, për një kthjellësi tepër të nevojshme të gjithë ne, të partitë politike, të qytetarët, të shoqëria civile, për shkak se Kosova nuk mundet me vazhdu në pafundësi me ecë me krizat prodhume, qoftë prej nesh, prej Kosovës, do thotë, qoftë prej pushtetit, qoftë prej sjashtmi. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për qartësi, kanë nevojë për stabilitet, kanë nevojë jo për kriza, po për ma shumë shansa për zhvillim të vetin, për ma shumë buzëqeshje, për ma shumë kohë për veten, se sa me i përjetu edhe njëherë për ju them krizat e një pasnjëshme. Ne po përgatitemi për zgjedhje, do ta bëjmë më të mirën tonën, do të synojmë me i fitu zgjedhje. Nuk po synojmë diçka tjetër, çka do të sjell koha tash e më tutje, me siguri se do t'ju informojmë me kohë. Nuk e kemi marrë këtë vendim, ky vendim do të vjen edhe pak kohë, për shkak se në bazë statutit ton, kryetari Haradinaj është ai që propozon listën zgjedhore, sipas numrave dhe Këshilli Drejtues e aprovon. Në këtë moment do të thotë do të presim se cili do të jetë vendimi i kryetarit, atëherë Këshilli Drejtues ta aprovojë. Gjithmonë zgjedhjet janë të evitueshme nëse veç nuk ka përfunduar mandati i parlamentit, edhe këto zgjedhje kanë qenë të evitueshme në një aspekt. Është keq që kanë ndodhur. Ne për një kohë gjatë i kemi thonë mendimet tona edhe në publik që partia më e madhe, partia në pushtet, nuk ka pas vullnet me gjetë rrugë për me evitu. Në demokraci ka nevojë me gjetë rrugë, me gjetë kompromis, me gjetë mënyra për me qeverisë për vendin, jo me e zaptu vendin, jo me i zaptu institucionet. Ne mendojmë që kanë gaburon, ka pas zgjidhje, ka pas mundësi me i evitu zgjedhjet, mirë po tani jemi para aktit krim. Okej? Faleminderit shumë.